Debatet në shtëpinë e Big Brother VIP nuk kanë të ndalur dhe kësaj radhe bëhet fjalë për Mirin, Mateon dhe Brikenën. Treshja ka qenë në obor duke biseduar me banorët e tjerë, megjithatë situata është e gravuar mes Mirit dhe Mateos, të cilët kanë hedhur kunja dhe ofendime ndaj njëri tjetrit. Mateo është ai që i thot Mirit se ai nuk e do gruan e tij, përderisa është marrë me Selin këtu brenda dhe nuk e respekton as pak vajzën e vet, ndërkohë që Miri e mohon çdo gjë që Mateo thot. Ndërkohë e ngacmon atë me Brikenën, duke i thënë që Brikena nuk ndjen as pak për atë, dhe kjo gjë e ka acaruar shumë Mateon. Sipas Mirit, Brikena po e përdor Mateon në lojë, ndërkohë që Mateo i shkon asaj nga mbrapa dhe përpiqet që t'i tërheqë vëmendjen. Mateo e ka shprehur Mirit që kjo gjë nuk është e vërtetë, dhe ndërkohë Miri ka qenë ai që me mburrëri i ka thënë Mateos që bashortën e tij e ka zënë për një ditë, dhe debati ka vazhduar gjatë derisa Brikena ka dalë jashtë në obor dhe e ka dëgjuar bisedën, dhe më pas edhe ajo i është bashkuar situatës duke ofenduar Mirin dhe duke thënë që është ai që ka përdorur bashortën në radhë të parë dhe më pas Selin këtu brenda. Sipas Brikenës, Miri tashmë i ka mbaruar loja, pasi nuk është më me Selin dhe mundohet që të sulmojë atë dhe Mateon, apo që të futet në debat dhe grupe me Rogertin apo persona të tjera. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, duket që publiku nuk e honeps fare Mirin dhe pëlqen shumë Brikenën dhe Mateon së bashku. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.